Themi, motivimi im I parë ishte gjyshi, që merrte në çdo stërvitje, edhe pastaj babi. Isha për shembull ndërroja të luaja në Champions League, ndërroja të isha pjesë e kombëtares dhe unë të dyja këto fatmirësisht I arrita. Kam luajtur në Champions League dhe me kombëtaren, kam parë dhe gjithë lojtarët më të mirë në botë që janë aktualisht, kështu që kjo pjesë më motivonte. Është para futbollit shkolla, sidomos në shtetin ku kam qenë unë. Franca është me shkollën janë shumë trept. Emocionet kanë qenë kur fillon bëhesh lojtar profesionist dhe pastaj fillon të lush nëpër stadiumet e mëdha. Këto janë emocionet më të mëdha, sidomos kur është stadiumi që është plot me tifozë, domethënë, ajo t'jep një kënaqësi shumë të madhe dhe t'jep shtys, domethënë, për ta vazhdu këtë pjesën, pavarësisht se mund të kesh dhe momente të këqija në karrierë. Ju duhet dëshira juaj, ju duhet durimi, ju duhet sakrifica. Edukata nuk ka lidhje vetëm me sportin, edukata është përditshmëri, do ta kemi gjithë. E vështirë është, po, moment që do arrish do bëhesh futbollist, do I harroni të gjitha këto vështirësi pastaj. Largësia për mua ka qenë pak më ndryshe, se unë që I vogël larg shtëpisë, pastaj erdha prapë dhe me futbollin, kam ca vite që po ri larg. Nuk e di, tani ka ndryshuar gjërat normal, por më përpara ka pas qenë shumë më keq se tani. Vlera stërvitjes është fusim gjithë këto që tham bashkë aty. Nëse ti nuk stërvitesh, këto gjitha bin poshtë.